Gjatë mesditës ka nisur të rritet pjesëmarrja e qytetarëve në qendrat e votimit. Në qendrën e votimit 4455 fraksion 3, pra ndërmarrjes së usjellës kanalizime, pjesë e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve 86, procesi nuk shënoi problematika, ndërsa sipas anëtarëve të komisionit ka patur dhe një pjesëmarrje disi të lartë, që mund të krahasohet me proceset e mëparshme zgjedhore sa i përket kësaj qendre votimi. Këtu jemi tek qendra KZZ-ja 86. Gjithashtu mund të them që kemi pasur një proces shumë të qetë votimi deri në këtë orar. Ka nisur fillimi i procesit që në orën 7, mbyllet në orën 6. Pjesëmarrja le të themi që është goxha mirë deri në këtë orar që mund të flasim, me shifra nuk mund të themi, por që kemi një pjesëmarrje goxha të mirë. Pra ka pasur një rritje se në disa qendra të tjera. Po. Orari mëngjesit pak më i qetë, por sapo vjen edhe po shtohet pjesëmarrja. Ndërsa në qendrën e votimit 44-45 ka patur një pjesëmarrje disi më të ulët, procesi ishte i qetë, ndërsa pas orëve të drekës është shënuar një rritje e lehtë, një proces normal edhe për këtë qendër votimi. Pjesëmarrja deri tani pak e dobët është, po qetësi, presim që të vinë, se ndoshta dhe ditë e diel edhe mbas orës 12 zakonisht gjithmonë vinë më shumë. Deri tani qetë. Parashikohet një rritje pra në çfarë ore shikohet deri në orën 18. Mbas drekës gjithmonë vinë dhe më tepër. Problematika ka pasur? Absolutisht jo. Në qendrën e votimit 44-45 votoi këtë të diel edhe gazetari i televizionit 6+ Vlora, Ermal Sika, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Brikena Sika. Për anëtarët e Komisionit të Qendrave të Votimit në KZZ-n 86, pjesëmarrja ishte e ulët dhe në orët e mesditës. Ata e lidhin situatën edhe me motin me rrjesh shiu. Procesi ishte i qetë dhe pa problematika edhe në këtë qendër votimi. Pjesëmarrja ndihet e vakët, për shkak se është edhe moti është në ndryshim, rashi, kishte rënje shiu, por procesi është i qetë, si gjithmonë. Është mirë, gjendja mund të themi mirë për ditën e sotme deri më tani. Problematika nuk ka pasur. Jo, ka qenë proces shumë i qetë. Procesi ka qenë i qetë edhe në qendrën e votimit të vendosur në ambientet e shkollës 24 maj, në qendrat 44-70, 44-68, ishte një proces pa probleme me pjesëmarrje të ulët të qytetarëve. Hera e parë që bëhen në dimër zgjedhjet dhe nuk janë preferuar në orët e paradites. Procesi shapu në orën 7 të mëngjesit, deri tani ka shkuar gjithçka mirë, pa probleme. Pjesëmarrja është pak e ulët, po presim të vinë të tjerë. Parashikohet që kemi një pjesëmarrje në rritje në orët e vinë? Tani them drejtën, është ere pa që bëhen në dimër zgjedhjet edhe nuk i dim si janë oraret. Kur janë bërë në verë, zakonisht vinë në mëngjes edhe për të evituar orët e vapës. Tani në dimër ndoshta vinë më vonë, domethënë nuk preferojnë orët e mëngjesit me çfarë po shkojmë. Ora 18 është mbyllja e procesit. Jo, pajisja gjithçka në rregull, paktën për qendrën tonë ka qenë më se funksionale. Për disa qendra votimi, numri i votuesve ishte thuajse i njëjtë me proceset e tjera zgjedhore. Procesi po ecën normalisht, që në orën 7 që është hapur qendra e votimit, kemi diku rreth 80 votues deri tani. Pak a shumë sa herë kaluar pjesëmarrja, çdo gjë po shkon në rregull. Parashikohet kemi një rritje në orët e vinë? Po patjetër rreth orës së drekës, besoj mund të ketë çik rritje, sepse sot është caktuar në orën 6 komisioni dhe besoj se do vinë akoma më njerëz. Problematika ka pasur? Problematika asnjë problematik, çdo gjë është në rregull. Procesi i zgjedhjeve është monitoruar nga qendrat e votimit këtë të diel edhe nga përfaqësues të OSBE Odir dhe vëzhgues të akredituar për këtë proces.